Në qytetin e Korçës ka nisur tashmë mbjellja e pemëve dekorative në çdo lagje të qytetit. Prioritet këtë vit, sipas burimeve në Bashkinë e Qytetit, bëjnë të ditur që do të jenë zonat e krijuara rishtazi si lulishte nga lirimi i hapësirave publike. Programi i radhës së gjelbërimit urban parashikon mbjelljen e rreth 700 rënjve të pemëve dekorative në zona të ndryshme të qytetit. Fokusi kryesor i projektit do të jetë gjallërimi i lulishteve të reja që u krijuan pas lirimit të hapësirave publike, duke i kthyer këto ambiente në zona funksionale, të gjelbra dhe të aksesueshme për komunitetin. Specialistët e gjelbërimit bëjnë të ditur se janë zgjedhur lloje pemësh si bredha, pisha, panja, mështekna, blir, gështenja, frashër e të tjerë që përshtaten mirë me klimën e Korçës dhe që ofrojnë si hizim ashtu dhe vlerë estetike gjatë të gjitha stinëve. Përgjegjësi i gjelbërimit Berti Kita bën me dije se mbjelljet do të kryen në mënyrë të shpërndarë në rrugë lulishte dhe hapësira të sapo çliruara, me synimin për të rritur ndjeshëm sipërfaqet e gjelbra në qytet. Kjo nismë është pjesë e një strategjie afatgjatë për përmirësimin e cilësisë së jetës, rritjen e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe krijimin e më shumë hapësirave të ndryshme çlloese për banorët. Aksioni i mbjelljeve do të vijojë në ditët në vijim, duke përfshirë dhe zona të tjera të qytetit në mënyrë që Korça të mbetet një nga qytetet më të pastra dhe më të gjelbërta në vend.